Kishtë në matë më futë e tjetë në bralë të Ta pikturoj pak. Ushnis. Ata Rama? Irea? Vazhdojmë me radhën, ju lutem? Sot është një ditë e rëndësishme, një ditë ku qytetarët shqiptarë përmes votës tyre do të shprehin vullnetin për qeverisjen e 4 viteve të ardhshme. Ftoj të gjithë qytetarët e Tiranës të dalin masivisht në votime për të shprehur përmes votës tyre vullnetin e tyre. Vota është një e drejtë, por është edhe një përgjegjësi për drejtimin që do të marrë vendi në 4 vitet e ardhshme dhe për të ardhmen e Shqipërisë. Jam e bindur që qytetarët e Tiranës do të votojnë si gjithmonë me maturi, me qytetari dhe do ta çojnë përmes votës tyre zërin e tyre në drejtimin e duhur. Procesi po shkon normalisht në të gjithë Tiranën. Jam e bindur që do të jetë një proces ashtu sikur se ka nisur me të gjithë standardet dhe e sotmja do të jetë një ditë shembullore e demokracisë.